Ato janë 6 vajza të reja kineze, me emrat shqiptar: Merita, Adriana, Kozeta, Dorina, Mira dhe Arja. Janë studente në katedrën e gjuhës shqipe pranë Universitetit të Gjuhëve të Huaja të Pekinit. Pas vitit të parë të studimit të gjuhës shqipe në Pekin, studentet kineze për një vit jetojnë në Tiranë. Ato ndjekin studimet pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë pranë Universitetit të Tiranës, bazuar në marrëveshjen midis 2 universiteteve. Më tregoni pak si ishte fundjavë juaj? Unë organizova takimin e test të grupit të leximit në Institutin Konfutsi. E lodhur, po edhe shumë e gëzuar, sepse kam marrë pjesë në shumë aktivitete. Ne shkuam në një fakultet dhe shijos ka pjesë bashkë. Unë bërsëri të kam shkuar në parku e liçenit dhe bëj shëtitje në parku e liçenit. Ashtu si të rinjt shqiptar, vajzat kineze, përveç studimeve, u pëlqen të shkojnë në kafe, të shëtisin në parkun e liçenit artificial të Tiranës, të vizitojnë Korçën, Shkodrën, Beratin apo Sarandën. Këngëtari i tyre i preferuar është Alban Skënderaj. U pëlqejnë shumë ushqimet shqiptare. Kanë miq e mikesha shqiptare me të cilat shoqërohen. Ato adhurojnë gjuhën dhe kulturën shqiptare. Përshëndetje profesore Kledi Shegani. Unë ju falenderoj shumë që na dhat këtë hapësirë për të bashkëbiseduar me ju edhe me studentet kineze të gjuhës shqipe. Përshëndetje, ju falenderoj juve për vëmendjen që tregoni për mësimin e gjuhës shqipe nga studentët kinezë. Ju e dini që shpesh Radio Iani ne kemi ndjekur vijimsinë e studentëve kinezë që vit pas viti vinë dhe studiojnë gjuhën shqipe në Universitetin e Tiranës. Kemi patur shpesh reportazhe dhe intervista me ta. Këtë radhë shkas për këtë reportazh u bë ish studenti juaj Burimi, i cili në fakt është edhe një gazetar tashmë i njohur, ashtu siç prezantohet, jam Burimi, një gazetar që flet shqip, i seksionit shqip të grupit mediatik të Kinës. Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kinez që flet shqip. Me rastin e ditës botërore e leximit, sot desha thjesht të ndaj me ju disa nga librat e mi që lidhen me Shqipërinë dhe gjuhën shqipe. Janë libra që i kam brezur ndër vite, disa i kam bler në Tiranë, disa në Kinë. Një libër shumë i veçantë për mua, Identiteti përmes gjuhës. Autorja është profesoresha ime në Tiranë, Kledi Shegani. Me përfundimi e studimeve në Tiranë, ajo më dhuroi këtë libër. Ka edhe firma e saj, Burimit, me urimet më të mira për suksese. Prandaj ky libër ka shumë vlerë për mua. Ç'keni për të na thënë fillimisht për videon e Burimit? Së pari e përshëndes Burimin edhe i uroj shumë suksese në punën e tij. Së dyti ndjeva shumë emocion edhe u riktheva pas në kohën që kemi bërë mësim bashk, edhe gjëja që më bën më shumë përshtypje për të mirë është që ai që herët ka dashur që të bëhet gazetar, edhe më vjen shumë mirë që e ka realizuar ëndrrën e tij. Tek pjesa e gjërave të vogla, e detajeve që mbeten edhe me kalimin e viteve, ishte shumë emocionues çasti kur jo vetëm tregoi librin tim, por lexoi edhe dedikimin që unë i kisha shkruar në libër. Siç thatë edhe ju, mësimi me studentët kinezë është gjë një traditë shumë vjeçare, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe në Universitetin e Tiranës, edhe për të thënë të drejtën janë, besoj, nga studentët që dallojnë nga kombësitë e tjera, jo vetëm për seriozitetin, dëshirën që kam për të mësuar,
por edhe për mënyrën me cilën transmetojnë të themi dijet edhe botën kineze tek shqiptarët, edhe tek ne profesorët, por edhe tek kolegët e tyre. Gjithmonë në Universitetin e Tiranës ka patur student kinez dhe sigurisht përveç jush që kemi rastin e mirë të bashkëbisedojmë, ka patur dhe profesor të tjerë, sepse seksioni i gjuhës shqipe pranë grupit mediatik të Kinës është krijuar që në vitet 60 dhe ai vazhdon dhe sigurisht që një pjesë e gazetarëve, atyre që janë më të moshuar, të tjerëve më të rinj dhe tashmë dhe vajzave që studiojnë tani, janë të gjithë ata që kanë ardhur në Shqipëri për të mësuar gjuhën shqipe. Juve sa ndoshta një dekadë apo më shumë që jepni gjuhën shqipe për studentët kinez, pavarësisht se ju i jepni dhe për të huaj të tjerë? Po, është më shumë se një dekadë që unë jap gjuhën shqipe për studentët kinez. Jam shumë emocionuar kur mendoj që thuajse të gjithë janë të realizuar dhe këto emocione shumë fishohen kur ish student vinë si funksionar, qoftë edhe si punonjës të ambasadas kineze këtu dhe naftojnë, bëjnë ftesa dhe gjëja më interesante dhe më e bukur është që përveç emrit në kinezisht, në fund të ftesës vjen edhe emri shqiptar, sepse siç dihet, të gjithë studentët që vinë të studiojnë në Shqipëri kanë edhe një emër shqiptar, me cilin duke qenë që bëjmë mësim për një kohë të gjatë, familiarizohemi shumë. Në fakt, kjo është një karakteristik vetëm e kinezëve, që krahas emrit të tyre zyrtar, sigurisht kanë edhe një emër shqiptar. Dhe kjo është për t'u vlerësuar, mendoj, sepse këtu ka dhe studentë të tjerë të huaj, po ndoshta nuk e kanë menduar këtë gjë. Gjithsesi, si i vlerësoni të mësuarit dhe a ndjeni që edhe kur ata kthehen në kin, niveli i të mësuarit të shqipes, i të folurit të shqipes dhe të kuptuarit nuk bie? Është shumë e vërtet. Së pari, me që mu dha rasti, edhe duke dashur të vlerësoj edhe punën, edhe të kolegëve të themi shqiptar që kanë punuar në kin, një homazh edhe për profesor Uzhdi Stringën, që besoj që ka vendosur të themi një gur themeli në pjesën e dijeve të shqipes për studentët kinez, por edhe më pas të vajzave të reja që japin mësimin e shqipes atje dhe këtu. Kjo që thatë ju është e vërtet, që jo vetëm që nuk ka rënë niveli, por nëse ka diçka që studentët kinezi dallon prej të tjerëve, është pikërisht serioziteti me cilin ato punojnë dhe mësojnë. Kështu që mendoj që ky vit që këto vajza bëjnë në Shqipëri i pasuron të themi duke marrë shumë elemente edhe nga jeta, nga bota shqiptare. Të vjen shumë mirë kur dëgjon që student kinez flasin qoftë për autorët shqiptar, si burimi, qoftë për gatimet tradicionale apo për festat, qoftë edhe për qytetet shqiptare ku ato vërejnë cilësi dhe traditat mikpritëse të shqiptarve. Por ajo që i dallon studentët kinez është serioziteti, me cilin bëjnë çdo hap edhe në procesin e mësimit, por edhe jashtë, kryen çdo detyrë. Dhe besoj se ky lloj serioziteti është shumë i dukshëm edhe në mënyrën e të mësuarit të gjuhës shqipe. Ndoshta në të folur dallohen që janë të huaj, mund të kenë disa gabime, por në të shkruar dhe këtë patëm kënaqësinë ta vërenim edhe tek podcasti i kryeministrit shqiptar Edi Rama Flasim, kur ai kishte ftuar një ish studente kineze në Shqipëri, tashmë që ajo është edhe punonjëse në ambasadën e Kinës në Tiranë, por gjithashtu e ka vlerësuar her pas here se sa mirë kinezët e zotrojnë dhe mësojnë gjuhën shqipe. Mendoni se kjo ka të bëjë me
strukturat gjuhësore, fonetike, apo me zellin e tyre? Besoj që ka të bëjë me zellin, sepse duke qenë dy gjuhë që nuk kanë lidhje, kinezishtja me gjuhën shqipe, që i takojnë familjeve të ndryshme të gjuhëve, nuk kanë asnjë të përbashkët, është pikërisht ky zell që studentët kinezë bëjnë një vit në Pekin dhe kur vinë këtu i kanë shumë të konsoliduara, njohurit në sistemi gramatikor patjetër, edhe në pjesën e leksikut, por leksiku ju e dini që edhe për të gjithë ne pasurohet çdo ditë dhe unë vërej në orët e mësimit bashkë me kolegët e mi që japim mësim tek studentët kinezë që kanë shumë dëshirë për ta pasuruar fjalorin e tyre. Dhe gjithçka besoj që lidhet me zellin dhe seriozitetin. Do të keni një mesazh sigurisht së pari për burimin, i cili patjetër që do ta ndjek mesazhin tuaj, pavarësisht se ju keni kontakte dhe personale, pasi tashmë teknologjia, mediat sociale na takojnë të gjithë dhe pavarësisht distancës, por edhe një vlerësim për vajzat studente të këtij viti. E para thash që burimin e përshëndes, i uroj shumë suksese dhe padyshim që rruga e tij do të jetë gjithmonë në fushën e gazetarisë, do të jetë gjithmonë me arritje, sepse ka qenë një student shumë këmbgulës dhe duke qenë që ka realizuar dhe ëndrrën e tij, besoj që ka një motiv më shumë për ta bërë sa më saktë edhe me sa më të përcjell sa më shumë emocione me punën e tij. Kurse vajzave që janë këtë vit pranë fakultetit ton, ju uroj shumë suksese dhe mendoj që shumë shpejt do të vinë në Shqipëri, qoftë për të vazhduar studimet, siç kanë bërë shumë kolegë të tyre në master apo edhe në doktoratura, ose si punonjëse pranë institucioneve kineze këtu, apo pse jo edhe në institucionet tona. Ju uroj shumë suksese. Emri im shqiptar është Merita. Më pëlqen ky emër shumë, sepse unë e di folje e Meritës është Meritoj, kështu unë zakonisht më them Merita Meritoj, sepse kjo është një fjali që unë më them me veten zakonisht që të inkurajoj veten, duhet të përpiqem më shumë dhe të qëndroj në një vend më të lartë për të parë më shumë pamje të mrekullueshme dhe më të bukura. Arja është një emër i thjeshtë dhe shumë i bukur, si art është e ndryshme. Unë jam Cosetta. Emri im anglez është Katie dhe emri im kinez është Zhang Zhou. Përshëndetje, unë jam Adriana. Mendoj se Adriana është një emër që shfaq karakteristike shqiptare dhe u dashurova me këtë emër me një herë, prandaj zgjes këtë emër. Jam Dorina. Zgjoa këtë emri sepse emri im në anglisht është Lina. Dhe Dorina është shumë e ngjashme se Dorina. Jam Mira dhe më pëlqen shumë ky emër, sepse e di që është me kuptim mirë, i mirë. Jeta në Shqipëri është plot me surpriza, po nga bamja, si për shembull këtu në Tiranë, ka shumë ndërtesa, kanë forma dhe ngjyra të ndryshme, edhe disa piktura, vizatime, pikërisht në qytet studenti, në konvikt, ka shumë vizatime në mur. Mendoj, unë ndjej me energji kur e kam barë. Më pëlqen shumë ushqime dhe peizazhi në Shqipëri. Koha mendoj se është më mirë se në Pekin, sepse në dimër Pekin është shumë i ftohtë dhe këtu është më e butë.
shqiptarët janë shumë miqësor, janë kurioz, edhe ata pëlqejnë shumë kulturën kineze. Jam shumë e lumtur po studioj këtu dhe kam gjetur profesoresha dhe miku të mirë në Tirana dhe mendoj se kjo do të mbetem një kujtim i çmuar për mua. Javën e kaluar takova me një grua që e ka njëjtën emri me mua dhe ne jemi mira. Dhe ajo është një zonjë shumë e mirë dhe si binjak ne kishim shumë kënaqur së bashku dhe shkuam në një kafene për të shijuar kafe. Në fakt nuk më pëlqen shumë kafe, por atje mund të shijoj një atmosferë shumë e mirë dhe më pëlqen shumë atmosfera këtu në Shqipëri ose në Tiranë, sepse më duket se ky vend është si një pasqyrë, se si mbani në mend e mirë ose e qetë dhe shoqëri ose njerëzit këtu mund të ju trajtojnë shumë mirë. Më pëlqejnë shumë ushqimet tradicionale shqiptare, si specat e mbushur, jufka me pule, daf dheun, ju keni shumë daf patate me pule, daf me spinaç, daf me patogjan, kjo e di. Po, më pëlqejnë dhe në Tiranë mund të gjejmë ushqime me stila të ndryshme, si ushqime italiano dhe ushqime spanish, edhe ushqime tradicionale shqiptare, edhe kines, më pëlqejnë shumë të gjithë. Edhe nga zemra, më pëlqen gjuha shqipe shumë. Kam mbajtur në mend që Burimi ka listuar disa libra dhe shkrimtar si Ismail Kadare dhe Bemblushi. Edhe vitin e kaluar ndoshta në tetor ne kemi marrë pjesë në aktivitet botuesi i Bemblushit për librin e tij të ri me titullin Jam musliman. Edhe tani kohët e fundit për mua më pëlqejnë poezit e Martin Tamait, edhe ai është një shkrimtar nga veriu i Shqipërisë. Për mua duke lexuar, duke ndjerë, ka vizatuar shumë natyrën në vendlindjen e tij. Çdo tru edhe Stina ka emër të veçantë për atë. Si për shembull, për Martin Tamai, Stina e verës duket si një zjallë plot me energji dhe gjithmonë është i shëndetshëm. Unë ndjej shumë bukuri në gjuhën e tij, edhe sepse ajo është nga veriu i Shqipërisë, kështu do të ketë disa elemente dialekti nga veriu e Shqipërisë. Kështu unë ndjej jo vetëm bukurinë si pamjen në vendlindjen e tij, por edhe bukuria e gjuhës shqipe vetë. Mendoj se gramatika e gjuhës shqipe është shumë e vështirë. Mendoj se po, është më e lehtë kur jeton këtu për të mësuar shqip. Gjuha shqipe është shumë e veçantë në tegën e gjuhëve në Evropë. Dhe sidomos në njohuri gramatikore është shumë e vështirë. Mendoj se në Shqipëri unë flas shumë gjuhën shqipe dhe ambienti është shumë e rëndësishme për të mësuar një gjuhë. Prandaj kur kthehem në Kinë, mendoj se më të mësoj më shumë në njohuri gramatikore, por në Shqipëri unë mund të kam më shumë rast për të flas. Në Tiranë unë kam shumë mundësi për të folur të gjuhën shqipe me shoqet dhe me profesoresha. Jam shumë e kënaqur.
Jam një vajzë që është e dhënë pas volejbolit, kështu zakonisht shkoj tek parku i liçenit artificial këtu gjithmonë pas dite do të luaj volejbol me djem dhe vajza vendase dhe ne gjithmonë kalojmë kohë shumë të bukur dhe lumtur. Edhe kam zënë shumë miq me shqiptarët. Thjesht dal për shëndetje në liçenit artificial, parkun e liçenit. Dhe nëse ke kohë të lirë, dua të dal për një kafe. Mendoj se është një mënyrë shumë e mirë për të çlodhur. Nuk më pëlqen shumë të shkoj në kafene se shoqja ime. Më pëlqen më shumë të bëj shëtitje në natyrë dhe shijoj pamje të bukura. Më pëlqen shumë të gjej një kafene me ambienti shumë të bukur dhe të pi një kafe duke dëgjuar muzika ose duke lexuar. Dhe nëse modi është shumë e bukur, unë edhe mund të shëtis në parkun e liçenit dhe bisedoj me shokun. Në Shqipëri ka shumë kafene në rrugës dhe çmimi është shumë i lirë. Unë e di një këngë është shumë, ndoshta i mirë njohur në Kinë me emrin Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mendoj se është një këngë plot me energji pozitiv. Duke bërë, sepse ka shumë oferta në profesion si një gazetar, i shkëlqyeshëm si burimi, ose të punojë në ambasadë, por kjo është shumë e vështirë, edhe si një gjuhëtar apo një shkrimtar që lidhet me gjuhën shqipe. Por për mua jam e bindur që dua të merrem me profesion që lidhet ngushtë me gjuhën shqipe, sepse më pëlqen shumë gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Po, sepse më pëlqen shumë gjuha shqipe. Por nëse ka mundësi, doja të bëj një master në Evropë, të vazhdoj studime. Shpresoj që puna ime në të ardhmen ka lidhje me gjuhë ose një përkthyese, një mësuese e të tjerë. Më pëlqen shumë gjuha shqipe, prandaj dëshiroj të gjej një punë që lidhet me gjuha shqipe, po aktualisht është pak e vështirë sepse nuk ka shumë raste në Kinë tani. Dhe nëse jam pak e vështirë për të gjetur një rast, mendoj se mund të vazhdoj të studioj në fushën ekonomisë, sepse tani po edhe mësoj për njohuri ekonomike. Në fakt nuk e di, nuk jam me sigur tani, por besoj se me kalimin e kohës mund të jem më e qartë në qëllim dhe shpresoj që mund të gjej një punë që lidhet me gjuhën shqipe, se pasi kam shkuar këtu, mendova se gjuhën shqipe është më shumë se një gjuhë ose se një mjet, është një pjesë në zemër dhe shpresoj që mund të punoj me gjuhën shqipe. Po, kam vizituar Berat, Durrës dhe Shkodër. Mendoj se njerëzit janë shumë miqësor dhe të dashur. Dhe kam krijuar shumë kujtime të bukura këtu. Kam gjetur shumë shoqe shqiptare dhe ato janë si thesar për mua. Kam shkuar në shumë qytete përveç Tiranës, si Korça, si Perant, Durrës, Sallandë. Mendoj se më pëlqen Korça më shumë, sepse mendoj se është një qytet romantik
Dhe më pëlqen shumë birë këtu. Kam shkuar turës Peratë dhe Gjirokastër dhe Saranda. Të shohësh të perëndime e diellit puthëtetit në Saranda ishte shumë e qetësuese. Po, më pëlqen shumë dhe e kam vizituar shumë qytete si Durrës, Peratë, Gjirokastër gjithashtu dhe edhe Sarandë, po, Gjirokastër. Se mendoj se është një qytet shumë i qetë dhe me shumë histori. Dhe më ka rënë shumë përshtypje historinë e Agjiros.